prova të pranojmë një vendim të çuditshëm të gjykatës, me gjykime shkurtore. Drejtkthimit në normalitet të këtij fenomeni? Fakti që nuk reagojnë, fakti që shumë avokat tentojnë të bëjnë këtë që thua ti me apo pa të drejtë, mjafton që të mbyllet procesi gjyqësor. Problemi është ne jemi të varur shumë nga klientët për gabimin tonë, me thënë drejtën, se kemi edhe ne fajet tona, se duhet të fillojmë nga vetja një. Ti konstaton nga ana procedurale që një veprim i prokurorisë apo gjykatës është i palishëm dhe është në kundërshtim me kodin procedurës penale. Ja bën të qartë klienti vjen e thotë, unë dua të mbaroj punë e madhe me këtë punë, edhe s'ka problem. Kjo duhet, ndërgjegjësia profesionale e jona këtu duhet të prevaloj. Thotë jo zotëri, kjo është e drejta, ti do vazhdosh. Po këtu themi të vërtetën. Klienti nuk do, thotë mbarojmë punë sa më shpejt. Këtu gjykata ndonjëherë për pjesën më të madhe të rasteve vlerëson edhe veprimet absurde të prokurorisë. Absurde, po them, ka raste që kanë kaluar 4 vjet në hetim tjetër, ka qenë 4 vjet në hetim, kodi procedurës penale e ndalon në mënyrë kategorike që të vazhdojë hetimin te 2 vjeçarit. Vetëm nëse merr autorizim nga prokurori përgjithshëm me gjitha merat, ka dispozitat. Ti ja konstaton gjykatës këtë fakt, i thua që është jashtë afateve, nuk mund, është e papërdorshme gjithë hetimi, nuk mund të ketë komunikim akuze pasi ka kaluar afatet, gjykata vlerëson dosjen e prokurorit të çon gjyq. Pra, çdo palë ka fajin e vet në shumë procese. Po patjetër, pra, po gjykata është regulatori, ne ja kemi lënë dorë gjykatës. Ne kemi pretendimet tona, prokurori ka pretendimet e veta, gjykata është ajo që rregullon. Gjykata tani bën një syqor dhe një veshur dhe pranon edhe aktet e prokurorit, disa raste që janë në tejkalim të çdo afati, në tejkalim të gjitha elementeve të përcaktuar të kodit procedurës penale. Edhe ne jemi detyruar pastaj të vazhdojmë procesin gjyqësor duke bërë ankime, duke mbajtur në gjykatë apelit e në gjykatë lartë. A fituan më shumë terren ndjes që të ndërpres prokurorët gjyqtarët pas ngjarjes që ndodhi në gjykatë në Tiranë, ku mbi jetën një figurë në fakt e nderuar i sistemit të drejtësisë dhe ju dha më shumë besim në një kohë që mund të ishte evituar ky rast ndoshta tim artikulon jetë çdo ditë në sallat e gjyqit me klientët e tu dhe i njeh betejat e sistemit të drejtësisë që mund të ishte evituar apo është një lloj normaliteti që po pse është ndryshe për shembull që është fatkeqësi që i ndodhi, është edhe papërgjithshmëria e jashtëzakonshme e institucioneve, po pse është ndryshe që i ndodhi një gjyqtar dhe nuk mund i ndodhte një avokat? Mund të ishte avokati aty në sallë gjyqi, mund të gjuhonte avokatët palës kundërshtare. Siç i gjuhej klientit, po sa herë janë plagosur avokatët këtu, sa herë janë goditur avokatët në sallën e gjyqit. Po ne kemi pas një avokat nderuar që doli nga seanca dhe goditën, ishte në rrezik për jetën për shumë kohë. Për një çështje divorci. Në ke fjalën. Jo. Pavarësisht prokurori ishte pedagogu dhe avokati, Sokol Mjezi ishte jashtë. Po them, sa doli nga seanca gjyqit për një çështje divorci. Avokati u vra pala tjetër, u plagos avokati dhe ka qenë në shumë rënd, domethënë në spital për një kohë shumë gjatë. Sa herë ka ndodhur për avokatin? Nuk është bërë ndonjëherë kjo gjyqë më madhe. Dhe ne jemi në rrezik përditshëm. Sepse edhe ne konsumojmë në të njëjtët salla se këta se kuptojnë, edhe një herë. Nuk funksionon sistemi i drejtësisë vetëm me prokurorë e gjyqtarë, kemi provuar një herë atë. Në 67-ën mori vendim, i hoqi avokatët edhe vazhdu, nëse shoqëria shqiptare do të njëjtën situatë, okay. Edhe shteti shqiptar do të përsërisë të njëjtën situatë, dakor. Lërë të ta bëj pyetje ndryshe, janë ndjerë kërcënuar ndonjë sallë gjyqi kur ke patur një proces gjyqësor të caktuar? Tani nuk ka lidhje me kërcënim. Jo. E marr rastin se ti je çdo ditë në këtë punë, ky është profesioni jot, ke mbrojtur edhe çështje shumë të rëndësishme me shumë peshë, me ndjeshmëri shumë të lartë, edhe kur ke analizuar gjën, po, patjetër ke qenë në rrezik. Pra kur bën një rezume të shkuarës. Shiko, këto janë rrezikisht e profesionit, nuk ka profesion pa rrezikisht e veta. Dhe ne kemi marrë parasysh në moment që kemi zgjedhur profesion dhe në moment që e bëjmë për ditë kemi marrë parasysh, nuk është se kemi e mendojmë gjatë këtë pjesë. Ne na duket situatë normale për ditëshmëri normale. Po patjetër që ne bëjmë gjyqje që ka interesa financiare që janë me 10 miliona euro aty, edhe palet dhe emocionet janë shumë të larta. Patjetër që kemi çështje penale që ka të bëjë me lirinë individuale të njeriut. Patjetër që ka edhe interesa midis palëve të ndryshme që kanë interesa të ndryshme. Po jemi mësuar edhe nuk është se na bën atë përshtypjen e jashtëzakonshme. Pavarësisht edhe gjykata merr vendime shumë të rëndësishme për jetën dhe për çështjet ekonomike. Nuk po e vën diskutim. Unë po them që sistemi i drejtësisë është një sistem që funksionon
në bashkëveprim me të gjithë elementet e tij dhe avokatia është një element i domosdoshëm i sistemit drejtësisë. Këtë jam duke të thënë. Nuk mund të konceptojmë dot tani që të kemi gjyqtarë dhe prokurorë dhe mos kemi avokat. Është në themel të kushtetutës, mbrojtja e të drejtave themelore të njerëzit. Edhe për këtë është avokatia, është profesioni i avokatit. Ndërkohë na vjen edhe pjesë nga audioseanca gjyqësore në Elbasan, por edhe njoftimi që vjen zyrtar nga Prokuroria e Tiranës, do të kemi në një moment më vonshëm në bisedë vetëm për të marrë elemente për të plotësuar pazullin asaj që po artikulon. Mendon se do të shërbej edhe kjo ngjarje e mbrëmjes kaluar, ditës kaluar kur është raportuar në autoritetet tona, që të ketë një reagim nga ana e sistemit të drejtësisë që çdo kush që bëhet pjesë gjyqtar, prokuror, avokat, palmbrojtëse të respektohet, të bëhet i kujdesishtuar, të ketë siguri më tepër dhe që mbarvajtjet e seancave të jenë në kushte optimale dhe çdo kush apo çdo profesionist në brenda gjykatave të bëj punën që i takon dhe të mos cënohet në asnjë moment. Është ky momenti që sistemi i drejtësisë të reflektojë? Patjetër, unë mendoj që edhe reagimi i Dhomës Kombëtare të Avokatisë është shumë i rëndësishëm, edhe duhet ta përshëndes për reagimin e saj. Mendoj që situata duhet të normalizohet edhe çdo moment që avokati qëndron i ndaluar, për mua është në shkelje të ligjit edhe duhet të marrë masat më njëjshme për të liruar. Tjetra është duhet ka nevojë për një reflektim të thellë të gjithë palëve. Normalisht ne duhet kemi rregullore, kemi akte që rregullojnë edhe procesin gjyqësor edhe mënyrën e sjelljes dhe mënyrën e komunikimit brenda seancave gjyqësore. Nuk kemi kushte normale. Duhet kuptoni që ka gjyqtarë që bëjnë nga 20 seanca në ditë, ka prokurorë që bëjnë nga 20 seanca në ditë, ka avokatë të cilët si pasojë e kësaj mbi ngarkese nuk respektojnë drejtat dhe kërkesat procedurale të klientëve të tyre. Pasi ata i ngrenë këto kërkesa, gjykata si pasojë e kësaj mbi ngarkese vazhdojnë procesin edhe nuk i merren konsiderat. Duhet një reflektim i jashtëzakonshëm gjitha palëve në proces. Se famë mirë kupto, kolegu Enferati me burimet që ka arritur të sigurojë dhe audio. Përleshtim arresti dhe caktim ase bazohet e disa provave. Një ndër to tregon që ka pastyrim të rrethtë të dhënave. Dhe që do të merren personalisht edhe me prokurorin, edhe me gjithë oficerët e policisë. Do të merren personalisht, është ky artikulimi që ka bërë avokati dhe pastaj ka pas dhe ovacionesh. Kjo audio çfarë vepre penale? Nuk është Jo, doja të isha korrekte me që se kolegu Enferati arriti të sigurojë edhe këtë moment që të jemi që të jemi edhe korrekt. Ishin reagime që vinin nga palët në sallën e gjyqit. Jo shqetësuese për ty. Shkoj. Po çfarë vepre penale ka aty? Po të pyes ty si individi i sistemit të drejtësisë që një gjenezë gjën. Në seancën e gjyqit, në seancën gjyqësore kur ngrehen tonet, ngrehen debatet edhe themi dhe gjëra të tjera, ç'a problemi ka kjo? Unë mendoj që kjo lidhet më shumë me situatën e krijuar kohët e fundit edhe nevojës që gjitha palët shikojnë që mos përsëritet ajo dhe marrin masa mbrojtëse të cilët i tejkalojnë edhe ç'a rreziku ka avokati aty, ç'a kanosje ka bërë avokati. Po të them kemi pas tonë edhe më tashpra. Kemi pas edhe diskutime edhe më tashpra. Jemi palë siç kërkon prokurori, kërkon avokati, është debat gjyqësor. Ama gjykata është ajo që do të jetë rregullatore. Është gjykata. Qofse gjykata, unë kam dëgjuar edhe vazhdimin e audios, edhe gjykata ka rol rregullator. Dakord, po të them që këta magjistratë janë magjistratë të rinj, ka nevojë për eksperiencë, ka nevojë për punë, të kalojnë vitet edhe të jenë më të kujdesshëm në këto rrethana, po kjo nuk e shoh të normale situatën, domethënë ky agravim i situatës. Ti je në linjën e mendimit që ka qenë duke folur avokati, çështja që unë do merrem personalisht, për nuk është fare si një lloj kërcënimi që ti vëm vulën këtij. Kanosja ka vendime unifikuese gjykatës lartë, ka vendime njësuese të cilët thotë se kur jemi në rastet e kanosjes, do të jetë rreziku më i njëhershëm, do të jetë me armë ftohtë, do të jetë ka situata që unë po jo e kam shumë të rëndësishme që ta sqaroj meqense ashtu si unë edhe shumë të tjerë duan që të dinë detaj por që nuk i përkasin fushës së drejtësisë. Procedurale se kur konsiderohet kanosja dhe çfarë elemente duhet plotësojë si vepër penale për konsideruar vepër penale. Ajo është me
të bëjmë tani diskutim gjyqësor në emision. Unë po them që nuk ka asnjë element veprës penale. Pavarësisht se tonet kanë qenë tashpra, pavarësisht se avokati mendoni që të bëj mbrojtjen më të mirë të klientit ti. Është në gjithë drejtën e profesionit në gjithë drejtën ligjore për ta bërë këtë gjë. Ama tonet po them edhe mënyra se si reagojmë ndaj këtyre diskutimeve, patjetër me prokurorë, me gjyqtarë kemi qenë student bashkë, kemi qenë shkollë bashkë. Çfarë do të thotë kjo tani? Në debatet i bëjmë sallë gjyqit, kur dalim nga salla gjyqit, jemi shok, jemi miqë. Ashtu si funksionon dhe politika. Po ka pasur. Ja, nuk është një gjë. Se ne Bra një krahasi. Nuk funksionon është. Kam bërë një debate me kolegë këtu që jam shok shumë i mirë. Edhe është habitur gjyqtari, ka marrë masa gjyqtari. Kur kemi dalë sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë, sepse në fund ditës ne nuk kemi asnjë gjë personale me kërkënd. Ne bëjmë detyrën tonë në mënyrë se si e mendojmë ne më të mirë. Si fa, unë kam kënaqësinë gjithmonë që të kam studio, por aq më tepër kur ka tema të momentit që dalin në opinionin publik. Një çështje me shumë interes, por që ka trazuar pak opinionin publik është figura e presidentit.